Po, tani kam pasur edhe disa ndeshje me ekipin Vllaznia aty ku luaj. Kam bërë ndeshje shumë mira dhe jam gati të shërbej po ashtu edhe kombëtarës në formën tënë më të mirë. Grupi është mjaft i mirë, objektivi është i qartë. Duam që të kalojmë këtë grup. Dhe jemi një grup fantastik edhe uroj që të kalojmë. Po, normalisht është vetëm fitoria, tu marr parasysh që jemi një grup shumë i mirë i vajzave. Vinë nga forma shumë të mira pasi që kanë pas minuta dhe kanë luajtur në ekipet e tyre. Po, e kena një grup shumë të mirë, edhe jena të punu shumë mirë, të koncentrume, disiplinume dhe besoj që shumë që me disipline dhe të përkushtume edhe të bashkume si gjithmonë kena me adon me marrë rezultatet mira fitore nga këto 2 ndeshje. Objektivet tona janë qarta, fitore në 2 ndeshje që të mbesim në Ligën B. Këto janë 2 ndeshjet tona më të rëndësishme me ekipin, sepse vendosin fatin tonë për të qëndruar në Ligën B ose për të zbritur në një ligë më poshtë. Në fakt, stafi teknik ka studiuar ekipin, nuk është më ai ekip që kemi luajtur para 4-5 vitesh. Mendoj se është një ekip më i mirë, edhe natyrisht nuk duhet t'i nënvlerësojmë. Natyrisht as ti vlerësojmë, të tregojmë vlerat tona më të mira dhe të futemi në fushë për të fituar.